që ju jeni sot këtu tregon që kontributi juaj dhe vepra juaj mbetet e paharruar dhe në memorien gjithmonë të një shoqërie dhe të një kombie. Përshëndetje gjithëve. Sot është një ditë e shenjtë dhe e rëndësishme, jo vetëm për ju, por për gjithë familjarët, për gjithë nxënësit. Për ata që punojnë dhe kontribuojnë, edhe për ju që keni kontribuar në deri pjesë dhe sot gëzoni pensionin në mesin e familjeve tuaja dhe miqve tuaj. Mas shumë vitesh takohesh me dikë. Jo se me disa unë nuk jam takuar, po bëra më mësues fëmijë që kanë qenë konflikt. Unë këtë me ndonjërin që sot e takua, bëra 10 vite që se kam takuar. Është një kënaqësi e veçantë, ose është një ditë e veçanta që unë do e kujtoj ky takim simbolik sot që na janë gjithë bashkë. Të dashur ish mësues të Bashkisë Valësie Madhe, Gjimnazi Sheriff Hoxha ju përshëndet, gëzuar 7 marsin. Ju natërisht jeni shkëputur nga mësimdhënia në shkollë dhe nuk na njihni mirë ne të rinjve, por ne ju njohim ju. Ju njohim shumë mirë nga bisedat që ju bëhen në shtëpitë tona, nga motrat e vëllezërit më të mëdhenj, nga prindërit tanë që ishin nxënësit tuaj. Ata ju kujtojnë ju edhe të tjerë që nuk janë më në jetë, se si me aq përkushtim e dashuri u edukuan nga ju, se si u formuan nga ju për të qenë të suksesshëm në jetë. E më kryesorja, njerëz të mirë. Dhe këtë mirësi përpiqet të transmetojnë edhe tek ne. Për shumë prej tyre, ju u kthyet në illuj, e kështu nuk e harrojnë dritën tuaj. Prandaj thuhet se mësuesi prek përjetësinë. Në sytë tuaj ne shohim sot mallin për kohën e dikurshme, ditët plot zëra nxënësish, pluhurin në shkumësit në duar, dëshirën për ta kthyer kohën pas. Por njëherësh shohim dhe një krenari të madhe, të lishme për misionin e përmbushur. Më lejoni që në emër të të gjithëve ne dhe të të gjithë atyre që u ndriçuat mendje ndër vite, të shprehim mirënjohjen në përulësi, falënderime në pafundësi për gjithë sa keni bërë për këtë komunitet e shkollë, e cila vazhdon të mbajë emrin e mirë, fal punës që e filluat ju e shumë breza të tërë të nderuar mësuesish. Ju urojmë jetë të gjatë, plot shëndet dhe mirëpresim çdo rrezë drite nga drita juaj e diturisë.